Imam Khomeini, Zoti qoftë i kënaqur me të, ka thënë: "Prej çështjeve më të rëndësishme për të cilat kam dëshirë t'ju këshilloj, është ndihmesa dhe mbështetja e vazhdueshme e ofruar për të varfrit dhe shtresat në nevojë. Ndihma dhe mbështetja e ofruar në vazhdimsi për shtresat ndaj të cilëve është ushtruar padrejtësia, shtresa të cilat nuk përfillen dhe ndihen vazhdimisht të harruar dhe të marginalizuar, bën që të jetë e mundur për të ndihmuar ata, të jeni të bindur se ky është furnizimi më i mirë për botën tjetër dhe se këto janë prej veprave dhe punëve më të dashura te Allahu i Madhëruar." I nderuari imami, Zoti qoftë i kënaqur me të, thot gjithashtu: "U drejtohem të gjithëve me këshillën time të sinqertë, që t'u vinë në ndihmë, t'u vini në mbrojtje dhe në mbështetje të shtresave të vuajtura dhe të nënkëmbura të shoqërisë. Nuk duhet të keni asnjë mendyshim dhe duhet të besoni fort se shpëtimi prej vështirësisë të kësaj bote dhe në botën tjetër gjenden të ndihma e këtyre shtresave të vuajtura të shoqërisë, të cilat janë vuajtur për gjatë historisë në të gjithë llojet e regjimeve. Ndihma e të varfërve dhe e shtresave në nevojë ka qenë për përpjekjeve dhe shqetësimeve më të mëdha të Imam Khomeinit, Zoti qoftë i kënaqur me të. Ai ka themeluar institucione të posaçme, të cilat janë të ngarkuara që ndjekin në vazhdimsi këto kategori njerëzish. Imami i nderuar, Zoti qoftë i kënaqur me të, e ka shprehur vazhdimisht kënaqësinë dhe lumturinë e tij të madhe për punën dhe përfshirjen e këtyre instituteve në hallet e nevojshme. Lidhur me këtë institucion, citohet që ai të ketë thënë kështu: "Duket qartë se përpjekjet tuaja për të ndihmuar njerëzit po e përcjellin lumturinë dhe gëzimin te qeniet e tyre. Jam shumë i gëzuar që arritëm këtë ditë dhe shpresoj prej të gjithëve ju të shtoni përpjekjet tuaja për të bërë në të ardhmen edhe më shumë në këtë drejtim. Ju jam mirënjohës dhe ju lutem të pranoni falënderimet e mia më të përzemërta për punët tuaja të mëdha."